ka ardhur një herë një njeri edhe ja ka nisë më falë në prezencë të Rasulit alayhi salam. Edhe kur e ka fillu faljen e tina, këtu ku e thojnë ana subhanak Allahumma, në vend subhanake e ka thënë një dua tjetër. Është jashtëzakonisht e lehtë, e din shumica e muslimanëve. Por ata dhe po du me përmend edhe me thonë sot, ka thonë ky burri i cili është fal, ka thonë Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asanina ka thonë Rasuli alayhi salam, ka thonë kush e tha këta? Kush e tha këtë lutje? Ka thonë ky sahabiu, ka thonë unë ja Rasulullah kur fala thash. Ka thonë Muhamedi alayhi salam u habita me këtë dua që tha, por shkak se u hapën dyert e qiellit për këtë dua, për këtë lutje që tha. Ka thonë djali Omerit radhiyallahu anhu, ka thonë nuk e kom lënë këtë dua asnjëherë pe që e kom ni këto pe Rasulit alayhi salam. Do të thonë aty ku thu subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, në vend kësajna e thu këto që e tham tash, ose e thu veç këto, ose i thu të dyjat, ose e thu herë këto që është edhe ma herë me lejen Allahut azza wa jall, e lusëm Allahun azza wa jall mi avlesu, edhe një herë për fund për përsëris Allahu akbar kabira walhamdu lillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu azza wa jall u avlesu me thanë mirë drejt.